Famulitari i thethit At Kastrio Demaj ka reaguar në lidhje me aksionet për prishjen e shtëpive dhe kasolleve prej druri në zonën e thethit, duke i bërë thirrje qeverisë shqiptare që të ndalojë çdo veprim që cënon banorët vendas dhe trashëgimin e tyre. Në reagimin e tij drejtuar autoriteteve, famulitari thekson se Fadroma duhet të përdoren për të hapur rrugën dhe për të krijuar kushte më të mira jetese në Dugaxhin dhe jo për të shkatruar shtëpitë. E kam detyrim në shembullin e famullitarëve që i kanë shërbyer zonës së Shalës dhe krejt Dugaxhinit përgjatë shekujve, në lufte, në paqe, në gëzime, në hidhërime, të them fjalën time në lidhje me shkatrimin e shtëpive dhe e kasolleve të drurit në Theth, e që po përflitet për një aksion të dytë shkatrimi. Prandaj si famulitari i Thethit dhe i fshatrave të tjerë përreth, bëj thirrje që të mos ndërmerret me asnjë lloj aksioni për shkatrim të kasolleve prej druri, të ndërtuara për mikpritjen e turistave apo i shtëpive për urbanim. Në të njëjtën kohë, bëj thirrje për pajisjen me dokumenta pronësie të shtëpive dhe tokave që kanë trashëguar banorët e Thethit dhe krejt Dugaxhinit prej të parëve të vet, proces që tashmë ka nisur dhe është në fazën fillestare. Është e drejtë natyrore që çdo kush që ka trashëguar shtëpinë dhe tokën të ketë edhe dokumentin përkatës. Nëse një ligj pengon banorët e Thethit të mos pajisen me dokumenta pronësie për shtëpitë dhe tokat e tyre, ai është një ligj që cënon të drejtat dhe dinjitetin e njerëzit, e si nuk duhet të jetë. Alpët kanë bukurinë e vet, por më së pari paqen dhe dinjitetin e njerëzit. Duke e përmbyllur këtë reagim, ju ftoj që Fadroma t'i përdorni për me hap rrugë për të krijuar kushte të përshtatshme për jetesë në Dugaxhin. Ashtu siç keni nisë të veproni me rinovimin e rrugës që përshkon krejt Dugaxhinin, duke filluar nga Prekali, e jo të bëni të njëjtën gabim si në Korrik, duke shkatruar me Fadroma shtëpitë dhe kasollet e drurit në Theth. Jepuni mundësinë banorëve të Shalës dhe krejt Dugaxhinit të rinovojnë shtëpitë e vjetra, të braktisura për shkak të kushteve të vështira të jetesës, sepse me ndërtimin e rrugës, banorët do të kenë mundësi të rikthehen në tokat të parëve të tyre. E me ndërtimin e rrugës, edhe turizmi do të rritet në krejt zonën e Dugaxhinit, pasi do të shfaqet i gjithi, ashtu si Thethi ka bukurinë e vet, që do të shihet më qartë kur rruga të bëhet e përshtatshme për të gjitha mjetet automobilistike. Duke shpresuar që nuk do të bëhet edhe një herë gabimi i Korrikut, pres një reagim pozitiv nga ana e autoriteteve përgjegjëse. Përfundon reagimin e tij At famulitari Theth Berglumi Kastrio Demaj.